Shikues të dashur, përshëndetje edhe një herë nga Gjeneva, në kuadër të panairit të librit që mbahet këtë vit nga 19 deri 23 mars, siç ju kemi lajmëruar, përpos autorëve shqiptar nga shumë vise shqiptare dhe nga Mërgata, mysafirnderi kemi edhe zotri Lulzim Adem Jasharin. Lulzim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë kësaj here në panair të jeni me autorët shqiptar dhe të ndani përshtypjet e juaja edhe me komunitetin shqiptar që jeton në Gjenevë. Ishte kënaqësi edhe ju, domethënë për vizitën që e banëm të panairit librit, kontakti domethënë me organizatorët e panairit librit që ishin domethënë nga pjesa shqiptare që na ra edhe me i taku, me bisedu me ta, edhe me juve konkretisht, dhe me shumë të tjerë. Ishte kënaqësi sepse ishte në një vend, domethënë ishte një panair, domethënë që u majtet me renomë ndërkombëtare, i cili domethënë kishte një masë të madhe aty dhe ishin diçka interesante të organizimet dhe prezantimet e autorëve, edhe prezantimet e shqiptarëve të cilët u banën aty dhe librat të cilat u shiqin aty, që i pam takum që ishte kënaqësi shumë e madhe që i takum edhe disa fëmijë të vegjël që erdhen aty të panairi librit dhe i takum aty. Ishin edhe librat për fëmijët, të cilët ishte edhe aja një diçka që ishte shumë interesant, sepse shiten librat në vendet e Evropës dhe Mërgata jonë, domethënë nuk e harron asnjëherë gjuhën, kulturën, traditën tonë shqiptare. Vërtet është kënaqësi pra kur shohim fëmijë afër stendit dhe blejnë libra shqip edhe pse ata rriten në një gjuhë tjetër këtu. Përshtypjet e juaja pikrisht për organizimin e stendit, siç ju duk, në krahasim ju keni vizituar edhe stendet e tjera në panair? Ishte interesant sepse bisedat me juve dhe me organizatorët, dhe me thonë ishte me të lanë përshtypje aty se ishte një organizim që ata e këshin bo, më thuja që vullnetare. Dhe kjo ishte interesant që se në njerë që ato vajza dhe ata djemë që kanë lindur në shtetet e perëndimit, që janë duke u shkolluar tash, kanë arrit me bëhe biblioteka private në përshpijat e tyre dhe sët, dhe me thonë, kanë arrit edhe në përpanaire të mëdhaja, si që ishte ky, edhe të jenë prezent ato. Dhe kjo ishte diçka që mu më boni përshtypje jashtëzakonisht, sepse në këtë rast, dhe në këto panaire, për librin shqiptare dhe për testet shkollore e kutadijone, do të interesohet shteti. Do të jetë shteti, dhe me thonë, i angazhum, dhe shteti do të jep mbështetje organizatorëve të cilët dojnë me pasqyru traditën, kulturën, leximin e shqip. Faleminderit. Çfarë mund të thoni ju në raport me kontaktet që keni pasur me shqiptarët e Gjenevës, keni takuar shqiptar aty përpos organizatorëve të sallonit të librit? Unë në ka ra dhe herave tjera që i kena takuar shqiptar, edhe në vendet tjera, edhe në për Zvicër, në qytete kantone tjera, se këtu me kantone, edhe në Gjenevë kam takuar edhe ma herët, por edhe kësaj radhe, edhe biznesmen të cilët ishin arritë, edhe njerë që ishin duke punuar në për institucione shtetërore të Gjenevës, kantonit të Gjenevës. Dhe këtë ban mundi mirë, kur gjeneratat e reja, shqiptarët kanë arrit, dhe për një institucionet shtetërore që t'jenë deputet, këshilltar komunal, pe pozitave të më ndryshme, dhe këtë ban që mundi mirë. Dhe unë urej që gjeneratat e reja, urej që fëmijët që po rriten në këto vendet e Evropës që të shkollohen, të avancohen, të dhonë kontributin e tyne, por asnjëherë mos të harrojnë vendin e vetë, gjithmonë të mendojnë për vendin e vetë dhe kontributin të adije, atë përvojë që e marrin në këto shtete,
atëherë ta shpërfaqin ose ta sjellin edhe në vendet e tyre, sepse kemi nevojë shumë, sepse nashta ne nuk e kena nashta një përvojë, dhe na gjithçka marrëm nga shtetet e Evropës dhe përshtatëm për vendin tonë, dhe tash i kena vetë djemt dhe vajzat e cilat janë shkollu dhe ata do të vinë atje dhe do të japin kontributin e tyre dhe të fuqizojmë atë shtete. Të fuqizojmë edhe të shkojmë drejt atina qëllimit të madh, domethënë bashkimit të shqiptarëve. A jeni optimist se truri i shqiptarëve do të kthehet në atë dhe, ashtu siç e dëshironi që të gjithë njerëzit që i cekët që kanë formacione të ndryshme dhe që kanë arritur të integrohen në nivele të ndryshme të shtetit zvicran, a mund të kthehen, do të thotë, një ditë në Kosovë? Unë mendoj që me një politikë të mirëfillt dhe me një shtet të fuqishëm, mendoj që edhe këta njerëz që cilët e kanë dhonë, kanë dijen dhe janë avancuar nëpër shtetet e Evropës, mendoj që shteti i Kosovës i vjen sepse e ngrej gjaku i vet. Gjaku, domethënë, nuk e lën, domethënë, nëse nesër i hapen rrugët që ai e ka mundësinë me orë me kontribu në vendin e vet, domethënë, normal, me kushtet të cilat mund edhe të afrohen, domethënë që mund të realizohet diçka dhe të marrën përvoja të reja. Unë mendoj që historikisht truri shqiptarëve, të cilët kanë migruar në shtetet e Evropës deri në Amerikën e lartë atje, domethënë mendoj që edhe atëherë e marrëm qysh në vitet e hershme, domethënë gjithmonë janë kthyer dhe kanë dhënë kontributin e tyre, domethënë vendin e tyre. Mendoj që edhe tash, domethënë, që shqiptar, po flas për shqiptar, nuk po flas vetëm për Kosovën, po flas për shqiptarën në përgjithësi kudo që janë, mendoj që do të organizohen edhe herë, do të dhanë sa më shumë mbështetje vendeve tyre dhe të çojnë përpara dhe të jemi sa më të bashkuar. Dhe kjo është rruga e vetme që duhet të ecim përpara. E për momentin forma e organizimit të Mërgatës a është e kënaqshme apo pritni pak më shumë? Ja, unë për Mërgatën, më dhanë nga ka radhë me diskutu me shumë edhe për përfaqësues shteteve tona që janë me Shqipëri e me Kosovë, këtu po mendoj që nuk është e kënaqshme organizimi i shqiptarëve në Mërgatë. Edhe në këto vendet kudo që jetojnë, nuk është shumë i kënaqur, edhe mendoj që këtë defekt që e kemi, që nuk jemi shumë të bashkuar dhe nuk jemi shumë të lidhur njëri me tjetrin, mendoj që shtetet tona duhet ta kenë përgjegjësinë. Dhe përgjegjësia bjen mbi ta, sepse sot kena ambasada, sot kena konsullata, sot i kena njerëz përfaqësues shtetëror që ata duhet punojnë dhe të afrojnë shqiptarët sa më afër njëri me tjetrin. Do t'i afrojnë me këto shoqata, me biznesin, me të gjitha ato, që të janë, domethënë, sa më të përfaqësuar shqiptarët jashtë vendit vet. Domethënë që mundi ata rahat, domethënë që kanë institucionet e veta, kanë brenda shteteve që ata jetojnë. Dhe mendoj që nuk e na arrit në mosën e duhur që duhet me u bë, për shkak, domethënë, shumë probleme të lasha. Kosova është hala shtet i ri, domethënë alon ashta se kena edhe përvojën ato, dhe na mungojnë ka pak disa gjëra, po besoj që gradualisht do të vinë në drejt aty edhe do të bëhen ditë edhe më të mira, do të bëhen edhe punë më të mira që do t'i afrojnë shqiptarët njëri me tjetrin. Për ju, domethënë, është faktori kryesor i mos organizimit të duhur të Mërgatës që të kontribuojë sa më shumë në Kosovë, bie, do të thotë, te shtet ndërtimi i Kosovës, te mos eksperiencat që kanë si shtet. Unë mendoj, domethënë që në kohën kur janë organizuar shqiptarët vullnetarisht, kanë bë punë të mëdha vullnetare, kena kalu në faza tjera. Kur Kosova ka qenë e okupuar, atëherë shqiptarët kanë ditë më organizu.
shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës, Preshevës, Medvegjës, Malit të Zi, kanë ditë me organizu, vetë me organizu. Dhe kanë kriju që Kosova së do shte lirë, me mbështetjen e tyre, financiare, fizike, me gjitha format. Dhe unë mendoj që tash e kena shtetin, mendoj që e kena Shqipërinë, tash e kena edhe Maqedoninë, dhe më thonë që sa vite, dhe më thonë e ka një fuqi mrena shtetit Maqedon, që këta duhet jenë të organizuar, që ambasadorët e tyne dhe konzojt, dhe më thonë do të jenë shumë ma aktiv edhe ma afër qytetarëve që të jenë më të organizuar. Mendoj që kjo është vetmja rrugë që mundu me arritë, sepse sot nuk kena më veprime individuale, sot duhet kemë veprime kolektive. Sot, atëherë kena pas edhe patriotizëm individual, sot duhet bënd një popull patriot. Nuk mundem ma me shku me patriotizëm individual, pa pas një popull patriot kolektiv. Dhe kjo është qëllimi kryesor që shtetet tona duhet të arritin dhe kjo pikë, edhe duhet shqiptarët sa më afër dhe të avancojnë, të përkrahin, të mbështesin, të afrojnë njëri me tjetrin dhe të krijohen situata krejt ndryshe. Do të thotë është gjithmonë primare apo mbetet gjithmonë primare që organizimi i shteteve shqiptare në Ballkan e reflekton edhe tek mërgata kudo që janë ata? Po, unë mendoj që dora e shtetit. Dora e shtetit, nëse është dhe më thonë të shqiptarët në mërgim, çfarë do forme, po edhe me një letër thjesht nëse dhe më thonë i kërkohet dikujna, që mos flasë për pasaporta për të gjona tjera, dhe më thonë, por dhe më thonë qytetari ndin vetën ma mirë, edhe është maj fuqishëm kurenin që shteti është dhe më thonë afër tyne dhe ja realizën kërkesat e tyre. Sepse në mërgata, sepse njerë që jetojnë në mërgim nuk ka nevoj për pare, ata ka nevoj për një mbështetje morale, ka një mbështetje dhe më thonë që atyne dhëtë me ja ofruhe. Dhe unë mendoj që organizimi i këtyne njerëzve, i këtyne biznesmenve të cilët janë shumë në mërgatën tonë shqiptare, mendoj që këta, vetëm këta më këthyje, në vendet të tyre me financue dhe me investue, kur ti ja u krijen mundësin, unë mendoj që ato vende bëhen sikur Zvicra. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju e keni vizituar disa herë thatë Zvicrën, por keni vizituar këtë ditë edhe Gjeneven paka shumë, cilat janë përshtypjet e juaja? Unë sa herë kam lëviz, dhe më thonë, në Evropë, edhe kudo tjetër që kena lëvizë dhe kem taku njerëz edhe shqiptarë që kem taku, gjithmonë kem kalu mirë, sepse respekti është jashtëzakonshëm. Sepse ky respekt është për familjen mas pari, është për atë sakrificë, është dhe më thonë komplet, dhe më thonë shkon, dhe më thonë qasoj sakrifice që njerëz të çmojnë e vlerësojnë sepse sot është liria e Kosovës, dhe më thonë fillimet e saj na dihen, lufta e ushtrishtrimtarë të Kosovës, dhe krejt këtu na bojnë, dhe më thonë mundi mirë, sepse kudo që jem, është dera e hapur. Mundohem me i respektu njerëz, mundohem me i vlerësu njerëz, mundohem, dhe më thonë, me bo një falenderem për ata njerëz, për arsye sepse ata në momentet më të rënda, ose në ngjarjet se kur ka ndodhur, ata kanë qenë pranë neve. Dhe ne jena të obliguar me i respektu, me i vlerësu ata njerëz, edhe mundohem nëpërmes qytyne aktiviteteve, të cilat në mërgatën tonë, do të thonë në Evropë, kudo që janë shqiptarët, mundohem që me kanë pjesë e këtyne aktivitete për shkak sepse është mundësia më e madhe me i përshëndet njerëz, me i falenderu njerëz për mbështetjen që na e kanë dhënë. Dhe kena obligim për shkak edhe të kalunes, por asnjëherë s'kena të drejtë
me u sjell keq me njerëz, do më thonë për shkak se tash jam djali filanit dhe tash mund baju në këto ose ato, do më thonë sepse unë nuk kam të drejt të baj atë punë, se lufta dhe ata njerëz që kanë ra nuk kanë ra vetëm për neve, po kanë ra për venin, kanë ra për qatë tokë, kanë ra për qëta njerëz që t'jetojnë të lirë se që t'janë këtu. Unë mendoj që diaspora edhe njerëz që jetojnë, do më thonë, në mërgem, e kanë dhënë kontributin e tyre, janë duke e dhënë ende janë duke e dhënë. Mendoj që kjo mbështetje e madhe që i vjen Kosovës, këtë rast, do më thonë shqiptarëve, kudo që jetojnë, është e jashtëzakonshme. Ne jemi një televizion i vogël nga Mërgata këtu në Gjenevë, Alp Swiss televizion, do të thotë i krijuar para 9 vitesh me baza vullnetare dhe sinqerisht shpreh shumë mirënjohje dhe jemi të emocionuar që ana humane ashtu siç e cekët edhe më herët, do të thotë e juaja është prezente tek një grup kaq i vogël njerëzish vullnetar që funksionojnë dhe që punojnë për sa më shumë për atë dheun e tyre. Do të shtoja ndoshta për fund që sonte kemi një mbrëmje që kemi organizuar për t'i falenderuar të gjithë autorët që ishen pjesëmarrës në panairin ndërkombëtar të librit dhe kemi ftuar edhe organizatorët, po ashtu do të thotë bashkë me juve si mysafirënderi, çfarë mendoni ju paraprakisht për të gjitha këto që kemi mundur t'i bëjmë, apo do të kishim mundur t'i bëjmë edhe më ndryshe? Unë tash gjithmonë ka hapësirë, do më thonë, masi që të kryet një punë, thotë e kësha bon pak më ndryshe, kësha bon qështu, por edhe në këtë formën që e keni organizuar, mendoj që është në diçka që jep me kuptu që shqiptarët janë të organizuar në këtë pjesë kënejnë. Por mendoj që mediumi, sa dhe që bojmë ne, sa dhe që levizëm, mediumi është alfa dhe omega e gjithë shkove. Është, dhe më thonë, një diçka shumë e fuqishme që gjithmonë, kur e kena pas mediumin afër vetit ose në mbështetje, dhe më thonë, gjithmonë kena ecë për para si shqiptarë. Sepse është informim për të gjithë popullin. është informim për të gjithë ata që janë të interesuar me di se që pëndodhë. Dhe në mendoj, ju uroj, dhe me thonë që ju të vazhdani dhe të fuqizani këtë televizion, dhe me thonë të pasqyroni sa ma shumë aktivitetet, ahengjet të ndryshme që mahen, të bimet të ndryshme që mahen të shqiptarëve në këtë pjesë, që të janë sa ma ofër të njerëzve, sepse edhe fëmija e vogël do të mishrohen me këto media dhe do të shohin se do të njën Shqip ato. Do të njën Shqip dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe. Unë veç ju uroj kënaqësi juve, ju uroj shëndet, inshallah veç keni punë të marrë dhe vazhdoni kështu. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve, edhe për intervistën për gjitha. Uroj të shihemi një herë tjetër në aktivitetet e tjera të Alp Swiss. Faleminderit. Faleminderit shumë.